Hyrje ose dalja nga banesa prej kohë është kthyer në një lloj gjimnastike për banorët e fshatit Dukagjin, të cilët duket se po ja kalojnë edhe akrobatëve të cirkut për sa i përket ruajtjes së ekuilibrit. Këta bloqe betoni janë e vetmja mënyrë kalimi për banorët e këtij pallati, të cilët shpresojnë të mos bien rreshje, pasi në të kundërt ata izolohen totalisht në banesat e tyre. Shkak për këtë situatë është bërë bllokimi prej vitesh i kanaleve kulluese, të cilët largojnë ujin e akumuluar nga rreshjet. Banorët shprehen se askush nuk po interesohet për të zonë e cila në situatën që ndodhet dhe rreshjet e stinës që kemi në prag, duke se është e predispozuar që sërish të përmbytet, pasi edhe hidrovori i zonës nuk dihet në është apo jo në gjendje pune. Në këtë po pastruhe. Sa bjen shi tokat përmetën, tokat krejt janë në ujë. Krahim atan, pa pastru krejt ka 10 vjet, ka pastru kur. Tash 2 vjet jam shikton. Vësh, nuj. A ne dimit vjen deri shikton për. As me çizme s'del. As me çizme pse si thotë ky komshi nuk mund dal. Ka 20-30 vjet si prandojnë gjithë kur je puna tani ikun edhe asnjë nuk ashtu. Unë jam vetë personi këtu, si kam edhe lokalin këtu. 6 ditë e javës rreni bllokuar. Nëse më dash me pagu shteti taksos, unë i paguaj taks. Pse nuk e hapi, nuk shes vetë ka vendi. Veshtapin vetë se kur zhvillë sa është liqe këtu mytesh në ujë. Banorët e fshatit Dukagjin në pjesën më të madhe të tyre merren me bujqësi, por për mbytyjet e shpeshta jo në pak raste kanë shënuar kalbin dhe shkatrimin e prodhimeve të tyre. Na mesit të toka jetojmë. Këto si të përmetën, këto marojnë krejt, na jena të maruam, po na u përmetën tokat në të prodhim kena na. Shirat e stinës dhe bllokimi i kanaleve kryesor ka sjell edhe mos funksionimin e kanalizimeve të brendshme të fshatit, ku bllokimi i tyre ka bërë që ujërat e zeza të dalin në sipërfaqe, duke u kthyer në rrezik serioz për shëndetin e banorëve. Premtimet, ashtu si në çdo vend edhe në Dukagjin kanë qenë prezente, por ato asnjëherë nuk janë vënë në zbatim.